Sot morëm dhe 2 vendime të tjera, njëri prej tyre në fushën e parandalimit. Një fushë etike, siç e kuptoni, për të gjithë qytetarët shqiptar. Këto vendime sjellin 2 risi. Për herë të parë, hiqet tavani moshor për shërbimin e check-upit, domethënë çdo qytetar në moshën 35 vjeç e sipër, i ofrohet check-upi falas. Për herë të parë, qytetarët të moshuar mbi moshën 70 vjeç do t'ju ofrohet nga shtatori shërbimi i check-upit. Një hap shumë i rëndësishëm në aspektin e parandalimit. Gjithashtu, shërbimi i check-upit dhe i dializës, që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Më vjen mirë që sot po jap 3 lajme shumë të mira, janë 3 vendime që besoj ndikojnë në mënyrë direkte me një impakt shumë të thellë në jetën e qytetarëve, si në fushën e trajtimit, por gjithashtu edhe në fushën e parandalimit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe jam e hapur për pyetje që mund të keni. Zonja Ministre, pyetja ime shkon për vendimin e parë që që është marrë sot në Këshillin e Ministrave, sa i takon sektorit shëndetësisë për ngritjen e institutit të tumoreve. Sa do t'i kushtoj ngritja e këtij instituti Shqipërisë? Ku do t'jetë kjo strukturë dhe a do të shërbej kjo hapësirë e re në sistemin shëndetësor për të përthithur bluzat e bardha profesionistë në fushën e shëndetësisë dhe specifikisht në fushën e tumoreve të onkologjisë për t'i rekrutuar, për t'i sjellë dhe për të punuar sërish në vendin e tyre. Ndoshta jo vetëm shqiptar, po edhe profesionistë huaj. Atëre, pyetja juaj ka 2 pjesë, kështu më lejoni të adresoj të 2 pjesët. Një pjesë është e lidhur me si do të funksionojë instituti, si qendër, dhe pjesa e dytë është me thithjen e diasporës shqiptare. Atëre, fillojmë me pjesën e parë. Instituti do të qëndrojë atje ku është fizikisht në shërbimi i onkologjisë. Sigurisht ne kemi plane për të vazhduar më tej, për të rikonstruktuar, për të zgjeruar dhe do t'ju mbajmë të mirë informuar. Si institut kërkimor shkencor është e parë, prandaj do ketë përveç buxhetit të alokuar si pjesë e funksionimit të institutit siç funksiononte edhe tani si pjesë e QSUT-s, ka një buxhet shtesë nga buxheti i shtetit për pjesën kërkimore shkencore. Por gjithashtu, instituti në vetvete jep mundësinë që Shqipëria nëpërmjet institutit të aplikojë për fondet europiane me partner europian ose vetë si Shqipëri, për të përfituar këto fonde në mënyrë kompetitive. Jo vetëm për bana, por edhe për teknologji të avancuar. Në të njëjtën kohë, duke qenë pjesë e një rjeti, siç e theksova edhe më parë, të europian të qendrave onkologjike, kjo do japi mundësinë që në Shqipëri të zhvillohen edhe studime klinike që krijojnë mundësinë e banave inovatore për pacientët. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj ka të bëjë me diasporën. Mënyrën se si unë ose si politik e kemi adresuar diasporën është me 2 këndvështrime. Dhe këtë e kam shumë të rëndësishme që ta kuptojnë dhe të gjithë qytetarët. Këndvështrimi i parë është që diaspora mund të kontribuojë nga kudo që është, si brenda Shqipërisë, po edhe në distancë. Dhe shembulli më i mirë aktualisht i kontributit të diasporës shqiptare është puna e palodhur e mjekëve të diasporës onkolog në Institutin e Tumoreve Milanos, që i falenderoj për herë të dytë publikisht sepse kanë qenë partner të shkëlqyer. Jo vetëm kaq, por ne kemi ngritur dhe një platformë aplikimi e dedikuar për diasporën, që mjekët që duan të kthehen fizikisht dhe të kontribuojnë në Shqipëri, të kenë një proces aplikimi që është i dedikuar për ta dhe po e vlerësojmë. Sigurisht do t'ju mbajmë në dieni për zhvillimet e mëtejshme që kemi. Prandaj, 2 mënyra se si kemi adresuar diasporën. Faleminderit.